E falenderojmë Allahun te baraka wa taala, i dërgojmë salavat dhe selame më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Më lejoni në këtë muaj të bekuar që emër të Këshillit të Bashkisë Islame pranë qytetit të Pes, të gjithëve t'ju falenderojmë për ftesën që ju keni përgjigj ftesës tonë. Pastaj dëshiroj të bëj një falënderim të veçantë për kryetarin e Bashkisë Islame të qytetit tonë, Musli Efendiun, i cili çdo herë është i gatshëm me mbështetjen dhe përkrahjen e tij na mbështet në gjitha organizimet dhe aktivitetet që po mundohemi të jemi çdo herë në shërbimin e qytetarëve dhe xhamatlive. Pastaj dëshiroj të falenderoj dy hoxhallarët e nderuar, hoxhën ton të nderuar, hoxhën Ekrem Efendi Avdiun, imam në Mitrovic, i cili na ka nderuar që sot jetë mesin ton në këtë tribun, po ashtu edhe hoxhën e nderuar nga Shqipëria, Mustafa Efendi Tërniqin, imam në Durrës. Pa humbur kohë, si që dënë rendi, do eftoj Hafiz Mehdi Gogën që ta hap këtë mejlis dhe këtë tribun të hajrit inshallah me disa ajete nga Kurani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. Zoti shpërbleft Hafizin për leximin e këtyre ajeteve të këndshme edhe mjaft kuptim plotë nga kaptina Ale Imran, ku Allahu te baraka wa taala në mesin e porosive nga ajetet dhe vargjet të cilat i lexoi Hafizi kërkon që të jetë një grup prej ummetit Muhammedit alayhis salam, të cilët urdhërojnë në të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Prandaj edhe kjo tribun e organizuar sot nga Këshilli i Bashkisë Islame në qytetin e Pes është një përpjekje që t'i përgjigjemi kësaj kërkese dhe kësaj ftese
që edhe kjo tribun tjetë një projekt edhe një përpjekje në këtë kërkesën e madhe që të urdhërojmë drejt punëve të mira dhe të ndalojmë nga punët e liga. Pa humbur kohë, e ftojmë hoxhën e nderuar Ekrem Efendi Avdiun që të na ligjeroj për temën e parë. E tema e parë është Ramazani, rast i mirë që të edukohemi. Allahu e nderoft hoxhën. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni t'ju përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastaj e falenderoj Allahun që na ka bërë mundshme që sot takohemi në këtë vend, po gjithashtu jam borxhli t'i shpreh mirënjohje Këshillit të Bashkisë Islame në Pej për ftesën që na ka bërë edhe për organizimin e këtij takimi në këto ditë të bekuara, të muajit gjithashtu të bekuar, të muajit plot e përplot me begati. Në të vërtet, Ramazani është një mundësi e pashtershme që ne të përfitojmë prej mirësive të shumta të Allahut fuqiplot. Ato mundësi gjithsesi i kemi pranë dorës edhe jashtë Ramazanit. Megjithatë, ato në Ramazan janë akoma më të theksuara, oferta e këtyre mirësive është akoma më e begatshme. Dhe Allah i madhruar na jep mundësinë që të veprojmë e gjitha ato veprime të na shpërblej për to shumë fish gjithsesi, mirë po para se të veprojmë, Allah i madhruar ka marrë përsipër që të na i lehtësoj të gjitha rrethanat që ibadeti jon, përkushtimi jon, veprat tona të mira të jenë sa më të lehta edhe sa më të mundshme. Praktika e dëshmon se këto punë të cilat i bëjmë në Ramazan me shumë lehtësi, jashtë Ramazanit disi kërkojnë më tepër përkushtim edhe disi na vinë pak më vështirë për t'i bërë. Kjo është ndoshta për shkak se në Ramazan Allahu i madhruar është përkujdesur që të mbretëroj atmosfera e xhennetit. Atmosfera e xhennetit është atmosferë e mirësisë, e cila ndodh me hapjen e të gjitha dyerve të xhennetit, të 8 dyerve të xhennetit, e ku hapja e atyre dyerve gjithsesi neve na e jep mundësinë që të shijojmë aromën e xhennetit edhe të përjetojmë atmosferën e xhennetit. Në fillim të çdo Ramazani, sigurisht i dëgjoni ato paralajmërimet profetike për vlerat e Ramazanit dhe mesin e tyre është edhe kjo thanje për hapjen e dyerve të xhennetit. Dhe unë bëj një krahasim. Them, kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se njeriu i mirë kur varroset edhe kur përfundojnë ato procedurat e marrjes në pyetje pas varrimit, atij i hapet një dritare nga xheneti. Dhe prej aty i vije freskia edhe i vijnë përjetimet e këndshme. Dritarja natyrshëm është më e vogël se sa dera, dhe një dritare është shumë më pak se sa një derë, e shumë më pak se sa 8 dyer. Kështu që ne që jemi akoma në dunja këtë atmosferë të xhennetit, do të përpiqemi të vërtet ta përjetojmë, ta shijojmë dhe ta shfrytëzojmë. Ramazanin Allahu i madhruar na e ka bërë rast dhe mundësi që ne të edukohemi, që ne të ndryshojmë pozitivisht. Ramazani vetvetiu është ndryshim, edhe ai ndryshim ndodh në jetët tona në të gjitha aspektet e jetës. Ndodh në mënyrën e të ushqyerit, ndodh në mënyrën e organizimit të jetës gjatë 24 orëshit, do të thonë ndron edhe orari i xhumit, edhe orari i faljes edhe kështu me radhë, edhe të gjitha këto do të thotë bëhen mundësi për të ndryshuar. Megjithatë, krejt ato udhëzimet cilat Allah i madhruar na i ka dhënë, posaçërisht duke e patur parasysh agjerimin, që është një prej shtyllave të Islamit. E Allahu agjerimin e ka vënë në shërbim të devotshmërisë. E devotshmëria nuk është
nuk është një veprim. Devotshmëria është një proces. Devotshmëria është një mënyrë e jetesës. Devotshmëria është nocioni i cili ndoshta më së tepërmi ka për kufizime edhe definicione. A thua për çfarë arsye? Jo se njerëzit nuk kanë pas mundësi me e përkufizu, por për shkak se secili e ka shiqur devotshmërinë prej një kandi dhe e ka dhënë një përkufizim të veçantë, i cili gjithsesi është i saktë. Pra, devotshmëria është mënyrë e jetesës sipas kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Devotshmëria është një gjë e cila duhet të ushqehet në vazhdimsi, e cila duhet të kultivohet në vazhdimsi dhe rritja e cilësisë së saj arrihet nëse ne vërtet investojmë në veten tonë, nëse ne angazhohemi në një avancim vetanak i cili sigurohet nëpërmjet punëve të shumta të cilat ne i bëjmë për hir të Allahut fuqiplot. Më lejoni të nderuar vëllezër të them se Ramazani është mundësi që të edukohemi edhe të përmirësojmë edukimin ton, gjithsesi duke i përmirësuar të gjitha paraqitjet tona, duke i bërë më cilësore të gjitha lidhjet dhe relacionet tona. Ramazani na bën më të edukuar dhe më të sjellshëm në raport me Allahun fuqiplot. Për arsye se Ramazani promovon sinqeritet, posaçërisht adhurimi i agjërimit. Agjërimi prodhon sinqeritet të skajshëm, për arsye se këtu qëndron ajo e veçanta e agjërimit për cilën thot Allahu i madhruar, sikur se qëndron në hadithin qudsi, kullu amel ibni Adem lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Çdo punë i takon të birit të Ademit përveç agjërimit, agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Për çfarë arsye agjërimi është kaq i veçantë për Allahun fuqiplot? Në të vërtetë, për me dediku cilin do adhurim, Islami e kërkon që në mënyrë strikte dhe ekskluzive se cili adhurim t'i dedikohet vetëm Allahut fuqiplot. Do më thotë, në këte nuk ka asgjë të veçantë agjërimi. Është njëjtë sikur se namazi, sikur se adhurimi, sikur se zeqati, sikur se haxhi, sikur se adhurimet tjera. Nuk ka asgjë të veçantë. Pra, edhe namazi është për hir të Allahut. Kështu duhet të jetë. Por e veçanta e agjerimit është se të namazi dhe të tjerat mund të ndodhë edhe ashtu si nuk duhet të jetë. Për shembull që njeriu namazin duhet ta falë për Allahun dhe askujt të mos i jep hise në namazin e tij, megjithatë mund ta bëjë një gjatë tillë. Mund të ndodhë që namazin ta falë ose ta bëjë më bukur pse njerëzit po e shohin ose kështu me radhë. Megjithatë, agjerimin nuk ka si e bën në këtë mënyrë dhe këtu qëndron e veçanta e agjerimit. Agjerimin nuk ka si e bën për sy e faqe, për arsye se agjerimi është një veprim ose është një ibadet te i masit diskret. Dhe duke qenë i këtill, ai prodhon sinqeritet të skajshëm. Prodhon sinqeritet, prodhon përkushtim ndaj Allahut fuqiplot të atill që mund të mos e hasim tek ibadetet tjera, ose mund të mos jetë gjithnjë evident tek ibadetet tjera. Pra agjerimi prodhon sinqeritet dhe sinqeriteti është fryma dhe shpirti i lidhjes dhe relacionit ton me Allahun fuqiplot. Pa sinqeritet, lidhja me Allahun realisht edhe nuk ka kuptim. Pa sinqeritet, lidhja me Allahun mund të jetë shumë formale dhe si e këtill mund të shndrohet në hipokrizi. Fundja, në atë që duket në sytë e botës, nuk ka dallim mes atij që falet për hipokrizi dhe atij që falet me sinqeritet. Veprën e bën, ne e shohim njeriu, edhe ne flasim për te valla filani, po e bën këtë vepër. Mirë, por nuk e dim me saktësi a e ka bën me sinqeritet apo jo. Sinqeriteti është ai i cili lidhjen me Allahun fuqiplot pra e bën cilësore edhe e bën të pranueshme tek Allahu. Për këtë arsye, Allahu i madhruar edhe pse lodhen, hipokritët nuk do t'i shpërblej, përkundrazi do t'i ndëshkoj. Allah i madhruar thot në Kur'an, wujuhun yawma idhin khashi'atun amilatun nasiba. Në ditën e gjykimit disa njerëz do të dalin para Allahut me fytyra të friksuara. Për çfarë arsye?
për arsye se edhe pse kam punu, amiletun nasibe, edhe kam punu, edhe janë lodh, megjithatë mundi i tyre do të shkoj hoç. A thu për çfarë arsye? Vetëm një përgjigje është në këtë, për arsye se nuk ka pas sinqeritet. Dhe adhurimi i agjerimit në këtë muaj të bekuar, që realisht është edhe sinonimi i Ramazanit, agjerimi edhe Ramazani janë shpesher edhe përdoren si sinonimet njëna tjetrës. Në zhargonin ton shpesher në vend se të thuhet a je agjerueshëm, thuhet a ke Ramazan. Pse? Janë shumë të mishruara dhe shumë identifikohen koha me veprimin, ndërsa edhe koha edhe veprimi prodhojnë sinqeritet edhe kultivojnë sinqeritet tek njeriu. Pastaj prap në relacion me Allahun fuqiplot, neve edukohemi duke e mbjell dhe kultivu në vetën ton vëmendjen edhe vetëdijen për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut fuqiplot. Zatën agjerimi e ban edhe e kultivon një gjatë tillë tek ne. Për çfarë arsye? Për arsye se sikur t'i thuaj ndonjërit prej neve, e ke një shpërblim kaq edhe kaq, mirë po, duhet që prej orës 3 të mëngjesit deri në orën 8:20 të mramjes, të mos hash as të mos pish. Cili prej neve do të rezistonte në një kohë të pasditës edhe të vapës, kur do t'i thaheshin buzët, që fshehur azi ati që e ka qitë çmimin, mos me e pi një gotë ujë, me i lagë pak buzët. Sigurisht që pak kush do të rezistonte, nëse jo askush. Mirë po, te agjerimi nuk ndodh një gjë e tillë. Unë nuk më ka rastis me dëgju që dikush me konsideru vetën se agjeron e me shku me pi ujë më sheft. Edhe pse etja mund tjetë shumë e madhe. Për çfarë arsye? Për arsye se secili i cili e ka bën jetë me agjeru, e din se ajo është në mbikëqyrjen dhe vëzhgimin e vazhdueshëm të Allahut fuqiplot. Edhe nuk mund t'i ik, nuk mund t'i shmanget asaj mbikëqyrje për asnjë çast. Dhe derisa është kështu, ai nuk pranon që qofte edhe një gjysmë gote ujë ta pi gjatë agjerimit. Kjo kur përjetohet gjatë 30 ditëve të Ramazanit, synon të shndrohet në vetdije e cila e shoqëron njeriu në vazhdimsi. E shoqëron njeriu edhe pas Ramazanit dhe po arritëm që këtë vetdijen e mbikëqyrjes vazhdueshme të Allahut fuqiplot ta kultivojmë në zemrat tona, atëherë do t'jemi sigurisht shumë të përkushtuar, do t'jemi shumë të përpikt, do t'jemi shumë të mirë, do t'jemi shumë të ndershëm, edhe do t'jemi shumë larg të keqes. Sigurisht janë të shumta aspektet të cilat dëshmojnë ose vinë në shprehje, manifestohen se si mund të edukohemi gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Mirë po i përmenda vetëm këto dy kur është në pyetje relacioni jonë me Allahun fuqiplot. Njeriu është njeri dhe përveç tjerash atë e bën njeri edhe mënyra se si ai sillet me rrethin e vet. Dhe njeriu për njeriu ose rrethi për njeriu dhe njeriu për rrethin janë sprovë. Janë ndër sprovat më të mëdha që duhet me dëshmu mirësinë secili njeri. Këtë sjellje, edhe këto çësje, edhe këto relacione, gjithsesi na i formson agjerimi, edhe na i formson Ramazani me të gjitha angazhimet dhe obligimet e veprimet përcjellse. Kur jemi duke agjeruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që njeriu të jetë shumë i kujdesshëm në sjelljet e tija dhe të jetë shumë i kujdesshëm në fjalët e tija. Fe idha kane yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq. Kur ndonjëri prej jush të jetë agjerueshëm, ai të mos flas fjalë të ndyta e as të mos bëjë veprime të pamatuna. Ndërsa në vazhdim, në udhëzimet në vazhdim, shkon duke u ngrit niveli i mirësisë edhe i mirësjelljes, për arsye se nëse themi se besimtari në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, duhet të jetë i sjellshëm, nuk bën të flas fjalë të këqija, nuk bën të bëjë veprime të pamatuna. Unë them se ky është niveli më i poshtëm, niveli më i ulët i mirësjelljes. Besimtari nuk bën të jetë ndryshe edhe nuk guxon të bijë nën këtë nivel. Ndërsa nivelet më të avancuara janë kur njeriu arrin ta tejkaloj
edhe të ngritet mbi nivelin e nefsit të vetë, e egos të vetë, mbi nivelin e provokimeve dhe forcave të errta të cilat e tërheqin ka hekeqja. Thot I dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur jeni agjerueshëm dhe dikush u shan ose u provokon, ti duhet t'i thuash, unë jam agjerueshëm, unë jam agjerueshëm. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se secili provokim nga njerë mund të arsyetoj reakcionin, edhe pse te muslimani kjo nuk duhet të jetë evidente. Mirë po, shumë kushi kur reagon keq, arsyetohet se isha I provokuar, më ngacmoi, më ofendoi, më goditi, më bani kështu edhe unë u detyrova t'ia ktheja. Besimtari nuk e ka këtë zgjidhje. Allah I madhruar në shumë ajete të Kur'anit e ka bë ofertë më të mirë se sa thjesht reaksionin edhe hakmarrjen, ofertë më të mirë e ka bë faljen edhe ndjesën. Dhe për këtë arsye Kur'ani është ligjerimi më I mirë që e ka quajtur Allahu I madhruar, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ata të cilët I dëgjojnë fjalët edhe thënjet, por I pasojnë më të mirat prej tyre. Disa dietarë kanë thënë se fjalët, atë që flitet, është fjala për çdo gjë që flitet. Kur'anin edhe për te I Kur'anit. Dhe e pasojnë atë që është më e mira, që në këtë rast është Kur'ani. Mirë po disa tjere kanë dhënë një mendim interesant, dhe për këtë arsye e citova këtë ajet. Kanë thonë, yastami'una al-qawla, e dëgjojnë fjalët, fjala është për fjalët e Kur'anit. Fayattabi'una ahsana, edhe I zgjedhin më të mirat për t'i pasuar, prapë është fjala për fjalët e Kur'anit. A thua si mund të ndodhë një gjë e tillë? A ka drejt njeriu të ketë çësje selektive ndaj Kur'anit? Edhe të thotë çto ajete po I marrë dhe po I aplikoj, çto tjerat po I lase pak të rënda? Sigurisht jo. Mirë po qëllimi I kësaj është yattabi'una ahsana, Kur'ani gjithnjë e ofron më të mirën. Nganjëherë Kur'ani sjell dy alternativa. E sjell atë që bën, edhe e sjell atë që duhet, dhe besimtari e zgjedh atë që duhet. Sikur se është fjalët e hakmarrja, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Nëse detyrimisht mendoni se duhet hakmireni, atëherë mos e te I kaloni masën e atë sa është bëj juve pa drejtësi. Wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Mirë po, nëse zgjedhni durimin dhe faljen, atëherë kjo është më mirë. Pra Kur'ani I ofron dy alternativat, e ofron atë që bën edhe është e lejuar dhe ofron atë që është më e mirë edhe duhet të pasohet. I këtill është edhe agjerimi. Agjerimi prodhon tek besimtari gatishmëri për veprimet këtilla. Agjerimi e ngrit besimtarin në nivelet këtilla. Kështu që kur dikush provokon, ngacmon, ofendon, ti I thua unë jam agjerueshëm dhe me këtë ti e jep, e prezanton identitetin tënd, e paraqet letërnjoftimin tënd. I tregon atij se sjellja jote sipas asaj që besoj unë dhe konsideroj unë dhe veproj unë dhe gjendjes sime, sjellja jote është e papranueshme, është e papranueshme në drejtimin tim, por është e papranueshme edhe për mua që unë të sillem me dikend ashtu si po kërkon ti, dhe tregon se unë jam agjerues, jam një njeri I cili jam shumë I afërt me Allahun fuqiplot. Jam një njeri që edhe era e gojës së tij është e dashur tek Allahu, sikur aroma e parfumit të mirë që është e dashur për njerëzit. Jam në një status jashtëzakonisht të veçantë. Jam një njeri të cilin Allahu I madhruar e ka ofruar atë shumë afër vetës, saqë I ja dëgjon edhe I ja pranon të gjitha lutjet, I ja dëgjon dhe I ja pranon të gjitha veprat, e shpërblen për to, dhe unë nuk kam dëshirë që duke qenë në këtë gjendje, në këtë afërsi kaq të madhe me Allahun fuqiplot, prej meje të dalin edhe të rrjedhin sjellje edhe veprime të cilat janë të papëlqyeshme tek Allahu fuqiplot. Për këtë arsye mbetet përgjigjja ime, unë jam agjerueshëm, unë jam agjerueshëm. Ky është niveli të nderuar vllazën edhe motra, në cilin ne duhet të arrijmë. Kjo është ajo edukata me cilën ne duhet të edukohemi. Dhe paramendo sikur secili musliman të kishte gatishmërinë e reagimit të këtill, ose përgjigjes së këtill. A din sa konflikti do të shmangej, sa problemi do të evitohej, për arsye se
shumica absolute e konflikteve nuk lindin të mëdha, nuk ndodhin për një herë të atilla. Ekziston një fjalë, një delikt verbal, një shtyrje, një kështu me radhë, edhe mund të rezultojë me atë që është më e keqja, shpesh herë me lëndime ose me marrjen fare të jetës së njeriu. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se thjesht njerëzve u mungon ajo toleranca e çastit. U mungon me thonë unë jam agjerueshëm, ose nëse s'është Ramazan me thonë unë jam njeri që falem, ose me thonë unë jam njeri besimtar. Dhe reagimi të cilin ti po e provokon, nuk është që duhet të buroj prej meje, dhe për këtë arsye unë do t'i shmangem asaj që ti kërkon që unë të bëhem i atill. Dhe njerëzit e këtill Allahu i madhruar i ka lavdruar shumë në Kur'an, madje kur ka përshkru, kur e ka dhënë përshkrimin e profilit të njerëzve të cilët mund t'i quajmë elitar, janë njerëzit shumë të dashur të Allahut fuqiplot, i ka quajtur Allahu në surën El Furqan, Ibadur Rahman, robrit e të gjithë mëshirshmit, një emërtim të i mase për gëdhelës, përveç tjera kur i ka përshkru këta njerëz ka thonë për ta, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kur atyre u drejtojnë ignorantët, dhe këtu kur përmenden el jahilun ose ignorantët në Kur'an, edhe ignoranca shpesh herë nuk ka të bëjë me mosdije. Nuk është ignorancë e cila qëndron përballë dijes, po është ignorancë në sjellje. Domethënë sjellje që mund të buroj prej njeriu të ditur mirë, po është sjellje e njerëzve të paditur. Dhe kur atyre u drejtojnë ignorantët, këta çfarë thonë? Selama. Nuk është thjesht vetë shmangje. Nuk është vetëm shmangje, nuk është hajtë se unë sot s'po muj me të përgjigj, por nesër kur të kalon Ramazani dalë o të përgjigjem. Ose nesër unë dalë ta zot ty pritën edhe ta bëj një sherr shumë më të madh se sa që ti e meritove sot. Jo, përgjigja e besimtarit është selamen, paç, shpëtim, rehati, që do të thotë se konfliktin që ti po e ndez zjarin e ti, unë do ta fiki. Edhe ai konflikt cilin ti po don me e bë me mu, kur s'ka me ndodh. Që kjo është sjellja e besimtarit, që kjo është niveli i lartë i edukatës, që sigurisht që nuk e arrin gjithkush, por e arrin vetëm njerëz të veçantë. Ata njerëz të veçantë janë robërit e dashur të Allahut fuqiplot, ata njerëz të veçantë janë ata njerëz të cilët kanë zgjedhur që në këto ditë të bekuara, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kanë zgjedhur të jenë më afër edhe më pranë kënaqësisë së Allahut fuqiplot, duke i respektuar udhëzimet dhe urdhëresat e tija, dhe duke i respektuar gjithashtu për të mos i shkel edhe ndalesat e tija. Dhe gjatë këtyre 30 ditëve njeriu edukohet me sjellje të këtij. Neve shpesh herë na ndodh që t'ia tërheqim vërejtjen njëri tjetrit, mos se je duke agjëruar, mos se është Ramazan. Dhe kjo shpesh herë ka efekt, edhe është mirë që ndodh kështu, edhe është mirë që në Ramazan ta aplikojmë sa më tepër. Por çfarë do të ndodh me neve kur të kalojë Ramazani? Çfarë do të duhej me ndodh? Do të duhej që një sjellje e këtill të depërtonte në çdo qelizë të trupit tonë. Një sjellje e këtill të përvetësohej prej çdo njërit prej neve, edhe të bëhej natyrshme, të shndrohej në shprehi. Në të gjithë e dim se njeriu është krijesa që mos tepër i absorbon shprehit. Një gjë të cilën nganjëherë edhe nuk është e natyrshme, njeriu e bën shprehi, sikur se është pirja e duhanit për shembull. Është shumë e panatyrshme me pi duhan, megjithatë bëhet shprehi, edhe e vren se njeriu e ka një në dorë të zonën duke e mbajtur cigaren, vozit makinën, punon punë të ndryshme, fol në telefon, bisedon me njerëz, përshëndetet me dorë, bën këtë, bën atë. Pse? E panatyrshme është, mirë po shndruan shprehi edhe ai ja gjen çarën kësaj pune. Paramendo ti si musliman me të bosh shprehi, me ju ik konflikteve dhe provokimeve, edhe me ju ofru njerëzve vetëm paqë. Kur është prej anës tane, në iniciativën tande, gjithsesi thash kjo është niveli më i ulët i edukatës edhe i mirësisë edhe i devotshmërisë. Mirë po kur ndodhe kundërta prej tjerëve, ti prap përgjigjesh vetëm mirë. Për çfarë arsye? Për arsye se ti tjetrin nuk e trajton ashtu si është ai, por duhet ta trajtosh ashtu si je ti. Nëse don që ty Allahu me të trajtu jo ashtu si je ti, po ashtu si është Allahu. Neve asnjëri prej neve nuk mund të jetë perfekt edhe i përsosur. Çdo njëri prej neve
ka mundësi të gaboj, edhe shumë e natyrshme të gaboj, nga njerë gabojmë shumë, nga njerë gabojmë rand, me gjithat e prap, vetëm një shteg mbetet i hapun, shtegu i këthimit tek Allahu fuqiplot, tek Allahu që është i përsosën edhe nuk gabon kur, tek Allahu i cili përveç tjera është edhe falës, dhe ti nuk e këshyr vetën sa ke bo gabime edhe sa i keq je kanë, por e këshyr Allahun sa i mirë është, sa i gatshëm për të falë është, sa i mëshirshëm është, edhe nëse kësisoj e ushqen bindjen tënde, atëherë çdo kërkesë falje që kimi ia bë Allahut fuqiplot, gjithsesi ka me të pranu. Mlejoni ta them edhe një gjatë fundit nderuar vëllezër, pasi fillum me relacionet e njeriut, edhe në relacion me vetveten, Ramazani na mëson që të edukohemi edhe ta trajtojmë veten më mirë. Nëpërmjet agjerimit, edhe këtyne që ka thash deri shtash, edhe shumë gjana tjera ndoshta që meritojnë të thuhen, por koha nuk na e lejon. Nëpërmjet agjerimit ne i zbulojmë disa potenciale, të cilat janë prezente dhe evidente tek ne, mirë po eventualisht neve mund të na mungojë vetdia për to. Do thonë, e kemi një forcë, e kemi një gatishmëri, mirë po nuk kemi të vetëdijshëm se e kemi. Pa Ramazan, e thash edhe një herë, çdo njëri prej neve nëse i vonohet shujta e mëngjesit deri në drek, ka me një vetën shumë të shqetësuar edhe shumë të çrregullum. Më ka kap uria për shkak se s'kam hangër hala mëngjes. E vren se ki mundësi me qëndru pa hangër, ki mundësi me qëndru pa pi, edhe nuk bëhet nami, kur që nuk ndodh. Në anën tjetër, prej kësaj e zbulon edhe një gjatë tjetër, e cila është tej mase interesante, edhe kisha pas qef që të mbetet porosia mesazhi kryesor i këtyne fjalëve që po i them. Derisa në Ramazan jemi të gatshëm 18 orë në ditë të verës me vap të madhe, të qëndrojmë pa ngran edhe pa pi, atëherë pse s'kemi mundësi jashtë Ramazanit edhe gjithmonë gjatë jetës tonë të qëndrojmë pa ato gjana të cilat na janë shndruar në shprehi edhe në ves, e për cilat jo që nuk kemi nevojë, por janë edhe të damshme. Nëse gjanat elementare, sikurse është ushqimi edhe pija, po i lojmë për hir të Allahut, atëherë ato të cilat nuk kemi nevojë për to, por na bojnë dëm, gjunahet e ndryshme, mëkatet e ndryshme, veset e ndryshme, atëherë për hir të Allahut duhet t'i lojmë edhe ato, dhe mu për këtë arsye Ramazani është edhe muaji i teubës, muaji i pendimit, i kthimit cilësor ka Allahu fuqiplot, e që gjithsesi çdo pendim e bën njeriu më të mirë, më të sjellshëm edhe më të edukum. Në fund, më mbetet vetëm t'ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen, t'ju falenderoj edhe organizatorët për ftesën që më kanë bë. Nëse e zgjata ma bëni halal, kaq kisha lidhur me këtë temë. Allah e shpërbleft për vëmendjen. Selam aleikum. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky Ramazan në qytetin ton, po marr guximin të them edhe në tërë territorin e Republikës Kosovës, Ramazani i vitit 1436, respektivisht i vitit 2015, është për vlerësimin tim i veçantë, për arsye se Republika e Turqisë ka sjell afër 40 hafizler që janë musafir të muftiut Tërnava, e që janë të shpërndar gjithandej komunave dhe xhamive në mbar teritorin e Republikës Kosovës, dhe me të vërtet këta musafir dhe këta hafizlar të Turqisë i kanë dhuru një freski jashtëzakonisht të bukur këtij muaji të bukur, këtij muaji të bekuar. Edhe qyteti ynë, respektivisht Bashkia Islame e Pejes, ka pas nderin dhe i kemi 2 musafir enkas që kanë ardhur që të na freskojnë qytetin ton, qoftë gjatë leximit të mukabeleve në xhamitë të qytetit, si dhe prezenca e tyre në namazin e teravive. Ne kemi me qenë edhe më fat qyteti Pejes, nga këta 40 hafizlar, neve na kemi pas fatin dhe riskun me pas musafir hafizin e nderuar Zekai Efendi Selmanin, i cili është imam në xhamin qendrore në Jallov, e ne me komunën e Jallovës dhe me muftinë e Jallovës
edhe si komunë edhe si bashkësi islame jemi të vllazëruar dhe tani do të ftojmë Hafizin e nderuar të na lexon disa ajete të Kur'anit që do të na relakson dhe do të na kënaq me zërin e tij dhe leximin e tij. Bujrohoj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأصلها
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Zoti e shpërbleft Hafizin për këtë lexim të bukur. Në momentin kur filloj me i lexu këto ajete të cilat i ka zgjedh prej kaptinës Hud, më kujtu një ngjarje që po kam dëshirë para sa të ftoj hoxhën e nderuar ta ndaj me ju, një ëndër të cilën e ka ëndru një prej dietarëve tonë të hershëm, nga selefi ynë i parë, nga ulemaja jonë të hershme. Ju të gjithë e keni dëgju hadithin e pejgamberit a.s. ku i dashur ynë thot shajjabetni Hudun wa akhawatuha. Pejgamberi a.s. ju ka thonë një ditë shokëve të tij, surja Hud edhe motrat e saja me kanë zbardhë.
mi kanë nxjerr thinjet. Pejgamberi alayhis salam çdo natë ka fal namaznate dhe më shumë se gjysmën e natës e ka kalu duke medituar rreth ajeteve të cilat i ka lexuar gjatë faljes së namazit natës, dhe aq e ka përjetu pejgamberi alayhis salam Kur'anin, porositë e Kur'anit, thirrjet e Allahut. Pejgamberi alayhis salam tregon edhe një përjetim të veçantë, i thot surja Hud edhe motrat e saja më kanë zbardh. Njëri prej ulemave ton tër jetën e tij kishte qenë merak me ditë, a thua vallë, a mos ndonjë ajet specifik ka ndiku dhe e ka prek thellë shpirtin e pejgamberit alayhis salam, e që ai ndikim ka reflektuar në anën jashtme o zbardh pejgamberi alayhis salam. Një natë Allahu dhul xhelal ja çon ondër pejgamberin alayhis salam këtij alimi, këtij dietarit. Dhe posa e shen ondër, me njëherë pyetjen e parë i thot Rasulullahit alayhis salam, ja Rasulullah, ti na ke mësuar dhe na ke thonë se surja Hud edhe motrat e saj të kanë zbardh. Çka të ka zbardh ekskluzivisht? Cili ka qenë përjetimit më i madhi? Çka të ka mundu mas shumë ti për kësaj sure? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, mas shumë ti më ka zbardh në kuptimin e presionit ajetin që më së pari e lexoj hafizi i nderuar, ajetin 112 Hud, fastaqim kama umirta. Allahu dhul xhelal në formë urdhërore, imperativ, i thot pejgamberit alayhis salam, vazhdo të mbetesh stabil në rrugën e drejtë ashtu sikur je i urdhëruar. Kjo e ka mundu më shumë te pejgamberi alayhis salam. Kjo tërkohën pejgamberit alayhis salam ja ka zgju kujtesën, ndërgjegjen. Mërë vëllezër dhe motra, nëse ky ka qenë presion permanent për pejgamberin, istaqim, vazhdo me mbet i qëndrueshëm, stabil në rrugën e Zotit tënd të drejtë, pa lajthit, pa laku, pa bolajka, kama umirte, sikur se je urdhëruar prej Allahut, atëherë a thua vallë, a nuk duhet të jetë brenge jona e vazhdueshme, a mos vallë po lajthitim, a mos vallë po devijojmë, a mos vallë po largohemi për rrugës së drejtë, e cila është rrugë e vetme, e cila na shpije drejt kënaqësisë Allahut. Allahu na forcoft në këtë rrugë, ja Rabbi. Allahu na shtoft udhëzimin. Edhe një herë po e përsëriti, jemi të nderuar si qytet, si bashkësi islame, që në mesin ton e kemi hoxhën e nderuar nga Shqipëria, hoxhën Mustafa Efendi Tërnishin, i cili është imam në Durrës. Hoxhë nderuar, mos për ta urdhëra ju lutem. Allahu të nderoft. Hoxha do të lexon për temën Ramazani dhe Kur'ani. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun xhalla xhelalu, krijuesin dhe furnizuesin ton. Përshëndetet me të mira dhe bekimet e Zotit fuqiplot qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pasi kemi falendëruar Allahun xhalla xhelalu, gjejmë rastin të falenderojmë gjithashtu Këshillin e Bashkësisë Islame për këtë organizim të bukur, për këtë tribun, shpresojmë të jetë po ashtu dhe përfituese, vetëm që të fitojmë kënaqësinë e Allahut të plot fuqishëm, krijuesit të kësaj gjithësie. Nëse do të flasim shkurtimisht rreth temës së Ramazanit dhe Kur'anit, bëhet fjalë për një lidhje tepër të rëndësishme. Kur Allahu xhalla xhelalu në Kur'an thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani. Dhe ky Kur'an është udhëzim për njerëzit, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Në një ajet tjetër kuranor thot Allahu xhalla xhelalu: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr." Vërtet ne zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Në një ajet tjetër kuranor thot: "Inna anzalnahu fi lejlatin mubarakah."
vërtet ne zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, për bëhet fjalë për natën e Kadrit. Mirë, po nëse dikush do të pyet si ka mundësi që ka zbritur Kur'ani në natën e Kadrit, ndërkohë ne dim shumë mirë që Kur'ani ka zbritur rreth intervalit kohor 23 vjeçar, sipas ngjarjeve dhe ndodhive të ndryshme në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atëherë përgjigjen e ka dhënë komentuesi më i quar i Kur'anit, Abdullah ibn Abbas, i cili thotë ka zbritur 2 herë. Një herë nga vetë Allahu xhalla xhelalu në qiellin e dynjas në atë vend që quhet Beitul Izza. Pastaj nga aty ka zbritur sipas ngjarjeve dhe ndodhive, sipas nevojave të ndryshme, i ka zbritur pejgamberit alayhi salatu wassalam për 23 vjet rresht apo me radhë. Atëherë Allahu xhalla xhelalu e lidh fare bukur, fare mirë çështjen e Kur'anit me muajin e Ramazanit, një muaj i madhërisëm, një muaj i bekat, me një libër të bekat, me një libër të bekuar që është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Andaj po të shikojmë në historinë islame, po të shikojmë jetën e sahabeve, jetën e tabiinëve, jetën e ulemave të hershëm, jetën e selefëve tanë të parë, do të shikojmë që ata i kanë dhënë një rëndësi tepër të veçantë Kur'anit në muajin e Ramazanit. Kemi për shembull rastin e Uthmanit radhiyallahu anhu, i cili transmetohet prej tij e ka bërë khatme çdo natë Kur'anin famelat. Po ashtu kemi rastin e Imam Shafiut, ku transmetohet prej tij ka bërë 60 khatme në gjithë muajin e Ramazanit, një gjatë ditës dhe një gjatë natës. Kemi rastin e Qatades, i cili sa herë që donte këndonte Kur'anit jashtë Ramazanit, e mbyllte khatmen çdo 7 ditë. Gjatë Ramazanit e mbyllte khatmen çdo 3 ditë dhe në 10 ditën e fundit e mbyllte khatmen natë për natë. Domethënë e përshpejtonte çështën e khatmes pikërisht në 10 ditën e fundit. Kemi dhe rastin e Malikut radhiyallahu anhu, i cili u thonte të gjithë nxënësve të tij, të gjithë atyre që kërkonin diturinë, hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk ka më mësime deri në fundin e Ramazanit, dhe mbyllej në dhomën e tij duke kënduar Kur'an, duke i dhënë rëndësi fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Kemi dhe plot raste të tjera, kemi dhe raste po ashtu nga selefët, të cilët kanë qëndruar strikt këshillës pejgamberit alayhi salatu wasalam për të bërë hatme Kur'anin pikërisht në çdo 3 ditë. Sikur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu al-Qur'ana liman qara'ahu fi aqall min 3, nuk do ta meditoj, do ta kuptoj ashtu siç duhet Kur'anin ai njeri i cili e këndon pra fjalën e Zotit në më pak se 3 ditë. Pikërisht Kur'ani, fjala e Allahut xhalla xhelalu, nëse lidhet ngushtë me Ramazanin, na kujton hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Umama al-Bahili, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah. Këndojni, thot Kur'anin, lexojeni dhe recitojeni Kur'anin, sepse Kur'ani do të vijë si ndërmjetësues për lexuesit e tyre në ditën e gjykimit. Në një hadith tjetër që transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij, Imam Tabaraniu në Mu'gjemin e Mesëm, nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Edhe agjërimi, edhe Kur'ani, pra këndimi i Kur'anit, do të dëshmojnë dhe ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit. Fa yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa shahawat bin nahar fa shafi'ni fihi. Unë ja ndalova, thot, robit tënd ushqimet, epshet e ndryshme gjatë ditës së Ramazanit, andaj bëj të mundur që unë të ndërmjetësoj tek ty për të, për gabimet dhe mëkatet që ka bërë ai njeri. Wa yaqulu al-Qur'an, po ashtu këndimi i Kur'anit, Kur'an është fjalë e Zotit, por Kur'an është dhe qira'a, këndim, pra këndimi i Kur'anit do t'i thot Allahut subhanahu wa ta'ala, ej Rabbi, mena'tuhu an-nawma bil-layli fa shafi'ni fihi. Unë ndalova robit tënd gjumin gjatë natës, andaj më bëj të mundur që të ndërmjetësoj tek ty për të. Atëherë ky hadith na tregon fare qartë diçka tepër të rëndësishme. Këndimi i Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit, natën është akoma më mirë se sa ditën, vetë këndimi do dëshmoj për këtë përpara Allahut xhalla xhelalu në ditën e gjykimit. Mirë, për vëllezër të nderuar besimtar, kemi një problem që duhet ta ndajmë së bashku. Ne dim shumë mirë që jo çdo njeri që e fal namazin do të përfitojë nga namazi i tij. Jo çdo njeri që agjeron në Ramazanin do të përfitojë siç duhet nga agjerimi i tij. Jo çdo njeri që këndon Kur'anin do të përfitojë ashtu siç duhet nga këndimi i Kur'anit, nga këndimi i fjalës së Allahut xhalla xhelalu.
transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij nga Abu Huraira, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ndoshta thot një agjërues nuk përfiton nga agjërimi i tij vetëm se të ndenjurit pa bukë dhe pa ujë, pra pa ushqime dhe pa pije. Dhe ndoshta një njeri që qohet të falë namazin e natës, në rastin ton teravit për shembull, ose nëse falet natën, nuk mund të përfitojë nga ky namaz i natës vetëm se të ndenjurit zgjuar, domethënë i kalon gjumi ashtu, duke menduar se është duke adhuruar Allahun xhelle xhelalu, por me të vërtetë tek Zoti ky nuk ka marrë ato shpërblime që i ka shpresuar. Pse? Sepse ndoshta nuk ka qenë i sinqert, ndoshta nuk ka ditur si të sillet me krijesat e Allahut xhelle xhelalu, ndoshta nuk e ka ditur thelbin e vërtet të agjërimit, thelbin e vërtet të adhurimit. Kemi një hadith tepër të çuditshëm që e transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe të tjerë, nga nuk kujtohet transmetuesi për momentin, thotë pejgamberi alayhi nga Abu Dardaja. Abu Dardaja thot kuna yawman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shakhasa bi basarihi ila as-sama. Ishim një ditë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe vështroi ngulmas thot në qiell. Dhe thumma qala, pastaj tha: "Hadha awanu yukhtalasu al-ilmu min an-nas hatta la yaqdiru alayhi shay'a." Thot kjo është momenti që njerëzve do të rombehet dituria, derisa s'do të kenë më mundësi në çështjen e diturisë të përfitojnë prej saj. Pra është një proces rrëmbimi, fillon kështu avash derisa njerëzit në fund në fare mos kenë asnjë lloj diturie përfituese që të çon në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, të çuditur sahabët, njëri prej tyre që quhej Ziyad ibn Labid al-Ansari i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam me këto fjalë: "Ya Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, fa kayfa yukhtalasu al-ilmu wa nahnu naqra'u kitab Allah?" E si do të rombehet dituria kur ne e këndojmë dhe recitojmë dhe lexojmë fjalën e Allahut xhelle xhelalu? Fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa sibyanana. Pasha Allahu ne e këndojmë vetë Kur'anin, ja këndojmë dhe familjes tonë, ja këndojmë gravet tona, ja këndojmë dhe fëmijëve tona. Si u përgjigj pejgamberi alayhi salatu wasalam, thakilatka ummuka ya Ziyad, mos pas nëna o Ziyad. Do më thënë, ne e dim shumë mirë, si është një hadith që transmeton mos të zjadë, transmeton Imam Muslimi, të gjitha ato fjalë që në pamje të parë duken si mallkime apo ofendime nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë ardhur në formë të kundërt, janë dua dhe lutje të mira. Le të kthehemi tek hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. I thot Ziyad ibn Labidit al-Ansari: "Wa inni kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli al-Madina." Unë të konsideroja ty nga të mençurit e Medinës që edhe këtë çështje ditë ta kuptoje, si ka mundësi që nuk e kuptove? I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Hadhihi at-Tauratu wal-Injilu 'inda al-Yahudi wan-Nasara, famadha tughni 'anhum?" Atëherë ky është Taurati, ashtu dhe Injili tek hebrejt, tek xifutët, tek jahudit, edhe tek krishterët. E çfarë dobi do t'u sjell atyre? Si Taurati, ashtu dhe Injili? Në një transmetim tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Awalaysa hadhihi al-yahudu wan-nasara yaqra'una at-Taurata wal-Injil fela ya'maluna bi shay'in fihima?" A nuk janë edhe krishterët edhe hebrejt, ata cilët vazhdimisht e këndojnë si Tauratin ashtu dhe Injilin, mirë po ja që ata nuk punojnë me çka gjendet brenda këtyre dy librave. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon fare qartë që leximi i vërtet i Kur'anit, lidhja që ka besimtari, lidhja që ka muslimani me librin e Zotit dhe me muajin e madhërisëm të Ramazanit është një lidhje që konsiston gjithmonë me praktikën e jetën e përditshme, përndryshe këndimi do të jetë fiktiv. Çfarë ka bërë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ne faktikisht dham disa raste nga selefët e parë, dikush ka bërë hatme më shumë se një tjetër, dikush i ka bërë hatme domethënë më pak se ky tjetër e kështu me radhë. Është e njëjta gjë ajo që ndodh sot në mesin e muslimanëve. Shumë prej muslimanëve garojnë me njëri tjetrin se kush do të bëjë hatme më shumë dhe nuk garojnë se kush do të praktikojë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe praktika më e mirë e fjalës së Zotit është vetë dituria. Ne e dim shumë mirë që Maliku e përmendëm e ka lënë ose ka braktisur çështën e diturisë
Pra mësimdhënien muslimanëve të tjerë në muajin e Ramazanit. Por ky nuk është shembull që duhet të jetë edhe për ne. Pse? Ajo ka qenë dëshirë e këtij imami të madh. Kjo ka qenë dëshirë e një imami i cili ka jetuar në kohën e ulemave të tjerë, në kohën e të mençurve të tjerë, në kohën e devotshmëve të tjerë, kurse ne sot kemi nevojë më shumë se kurrë për të gjitha ato dituri të cilat burojnë nga Kur'ani. Jo më kot transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Abbas i cili thotë: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte më bujari nga të gjithë njerëzit. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Por thot më bujar ai ishte pikërisht në muajin e Ramazanit, hina yalqahu Jibril, në momentet kur, ose ne themi në kohën, pra në muajin kur e takonte, kur takohej me Jibrilin alaihi salam. E vijon thënë Ibn Abbasi ku thot: Wa kana yalqahu fi kulli lejletin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. E takonte çdo natë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jibrilin alaihi salam, të dy ata takoshin njëri tjetrin, pra zbriste Jibrili dhe takonin njëri tjetrin. Pra ky e takonte këtë apo ky këtë. Të dy bashkë njëri tjetrin fayudarisuhu al-Quran, ku kanë thënë ulemat, kjo lloj shprehje tregon që edhe pejgamberi alayhi salatu selam e ka kënduar Kur'anin, edhe Jibrili e ka kënduar Kur'anin dhe kanë studiuar Kur'anin së bashku. Ky ajet i përket kësaj sureje, ky ajet tregon këtë çështje, ky ajet këndohet në këtë lloj forme dhe jo vetëm në qiraetin e Hafsit që hafizët e nderuar domethënë kënduan, por dhe qiraetin e Hafsit që ka qenë dhe suneti pejgamberit alayhi salatu selam, qiraeti Hafsit dhe qiraetet e tjera. Të gjitha këto ja ka dhënë kush? Jibrili alayhi salam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjetur rastin më të volitshëm për të studiuar fjalën e Allahut xhelle xhelalu me Jibrilin alayhi salam. Për ndryshe, nëse ne do të mjaftohemi dhe do të vetë kënaqemi, do të shkojmë në nivelin më të ulët, joja duke menduar dhe mashtruar vetveten tonë se jemi duke adhuruar Allahun xhelle xhelalu, jemi duke afruar për tek ai dhe jemi duke lexuar fjalën e tij në formë fiktive, duke mos vepruar dhe praktikuar atë, vetëm se kemi mashtruar vetveten tonë. Atëherë Allahu xhelle xhelalu jo më kot thot në Kur'anin famëlar: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është një libër që ta kemi zbritur ty o Muhammed, një libër i bekuar. Nuk mjaftohet me kaq. Pra ta kemi zbritur, edhe unë mjaftove duke lexuar këtë libër. Jo, liyadabbaru ayatihi, që të meditojnë në ajetet kuranore, wa liyatadhakkara ulul albab, dhe të përkujtohen njerëzit e mençur, që do të thotë Allahu xhelle xhelalu na ka ftuar neve, të gjithë muslimanëve, të gjithë besimtarëve në 4 shkallë dhe në 4 etapa. Fillimisht të lexojmë Kur'anin, por kjo nuk mjafton. Nuk konsiderohet lexim i mirëfillt ai lexim që nuk të çon në meditime. Ato ajete të bukura që lexoi hafizi, ne duhet të meditojmë, duke filluar nga vetë kënduesi, nga vetë dëgjuesit dhe të gjithë masa e muslimanëve. Ti lexojmë dhe ti meditojmë. Por dhe meditimi nuk është i mjaftueshëm nëse ti nuk përkujtohesh. Vjen shkalla e tretë, atëherë këtu tregon sinqeriteti. A mendove se lexove, meditove, arrite deri aty sa të përkujtohesh, të analizosh ti mirë vetveten tënde dhe të gjithë mos ta hedhësh në praktik, nuk je nga njerëzit e sinqertë dhe vjen etapa e fundit që është kulmi dhe thelbi i sinqeritetit, qoftë në leximin e Kur'anit, qoftë në agjërimin e Ramazanit, qoftë në faljen e namazit dhe të gjitha ato adhurime të tjera që ne ja dedikojmë Allahut subhanahu wa ta'ala. Le ta përsërisim dhe një herë tjetër se është tepër e rëndësishme për librin e Zotit në jetën tonë përditshme. Leximi nuk mjafton nëse nuk ka meditim. Meditimi nuk është i mirëfillt nëse nuk përkujtohemi dhe analizojmë vetveten tonë se ku gjendemi me fjalën e Allahut xhelle xhelalu. I gjithë ky përkujtim nuk do të ketë vlerë për ty o musliman, për ty o besimtar, nëse ti nuk do ta hedhësh atë në praktik. Atëherë ky është një mesazh i qartë për vetë folsin. Unë këshilloj vetveten time, këshilloj dhe muslimanët, këshilloj dhe besimtarët, ato që i njoh dhe ato që si njoh, të gjithë me çfarë kemi mundësi të këshillojmë njëri tjetrin, t'ia pranojmë këshillën njëri tjetrit, të mundohemi të punojmë me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, nëse vërtet mendojmë se ato shpërblime të cilat i shpresojmë nga Zoti plot fuqishëm në këtë muaj të madhërisëm
të kemi vërtet një përfundim me sukses të Allahu Gjelle Gjelalu. Për ndryshe jo më kot në ditën e gjykimit do të vihet me këndusit e Kur'anit, si kur transmetohet në hadithet e sakta pejgamberit alayhi salatu vesselam, do ta pyesi Allahu Gjelle Gjelalu këtë njeri: a e ke këndu librin e Zotit, pra Kur'anin? Po thot e kam këndu. A e ke mësu atë? Po thot e kam mësu. Çfarë i thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Kadhabta, ke gënjy thot, li annaka qara'ta al-Qur'ana li yuqala anka mukri, ti ke lexu Kur'anin që njerëzit e tjerë thot shiko se sa mirë këndon ky, dhe ti ke mësuar Kur'anin në mënyrë që njerëzit e tjerë thonë ky është alim, ky është dietar. Atëherë çdo gjë lidhet me çfarë? Besnikërinë, me drejtsinë, me sinqeritetin që duhet kemi ne me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Le dëgjojmë një hadith që transmeton Imam Muslimin sahihun e tij nga Nawas ibn Sam'ani, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi yawm al-qiyamah alladhina kanu ya'maluna bihi. Do të vihet me këndimin e Kur'anit, thot, në ditën e gjykimit edhe me istarët e tij të cilët kanë punuar me të. Nuk thot do të vi Kur'ani bashkë me lexuesit, do të vi Kur'ani bashkë me punuesit e këtij Kur'ani. Pastaj thot: taqdumuhu suratul Baqara wa Alu Imran wa tuhajjani an sahibihima. Thot do t'i paraprin këtij njeriu suratul Baqara dhe surja Ali Imran, ku do të dëshmojnë dhe do të dërmesojnë te Allahu Gjelle Gjelalu për këtë njeri i cili ka lexuar dhe ka punuar me fjalën e Allahut. Kusht ka lexuar dhe ka punuar, e ka thënë vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Lind pyetja, po pse pikërisht surja Baqara dhe surja Ali Imran? Sepse në surën Baqara janë shumica dispozitave të shariatit. Ashtu dhe surja Ali Imran, pra këto janë dy suret më të gjata të Kuranit, shumica rregullave të fikut janë aty, që do të thotë, kur të lexosh, shikoje fare mirë o njeri se çfarë kërkon Allahu prej teje, çfarë kërkon pejgamberi alayhi salatu vesselam në të gjitha ato urdhë dhe porosi që të ka dhënë. Përndryshe, këndimi do të jetë fiktiv me vetë dëshminë e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Transmeton Imam Muslimin sahihun e tij nga Omeri radiallahu anhu, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Vërtet Allahu Gjelle Gjelalu me këtë libër disa njerëz i ngrit lart, po me këtë libër disa njerëz i ul poshtë. Që do të thot, nëse nuk punon, nëse nuk mediton, nëse nuk analizon vetveten tënde, sidomos në këtë muaj të madhërisëm, atëherë këndimi është fiktiv, nuk e përfituar diçka nga fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjelle Gjelalu do të ngrejë ty lart me fjalën e tij, por mund të ul poshtë me fjalën e tij. Në cilën mënyrë? Me hadithin tjetër kur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: el Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kur'ani është dëshmi për ty ose kundër teje në ditën e gjykimit. Në një hadith që transmeton Ibn Majah, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: hadha kitabullah. Ky është libri i Allahut. Men ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna. Kush e vendos këtë libër përpara tij, ky libër do ta shpije thot në xhennet. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, e kush e vendos Kur'anin mas shpinës së tij, saqahu ila an-nar, do ta shpije thot, do ta çojë ku? Në zjarrin e xhenemit. Allahu Gjelle Gjelalu na ruajt nga zjarri i xhenemit. Të nderuar besimtar, e thash pak më parë që puna më e mirë që ne mund të punojmë sot me fjalën e Allahut Gjelle Gjelalu është dituria. Pse pikërisht dituria? Sepse dituria, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka ardhur koha të rëmbehet. Ndërkohë Ziyad ibn Labid al-Ansari u çudit dhe thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: ne çdo ditë e këndojmë Kur'anin, ne çdo ditë na shtohen hafizat, ne çdo ditë e kemi parasysh botimet e reja që i bëhen fjalës së Allahut Gjelle Gjelalu bashkë me komentime. A janë të vlefshme të gjitha këto punë për xhamatin ton, për masën e gjerë, për muslimanët dhe besimtarët, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën islame? Imagjinoni këto ajete kuranore që thot Allahu subhanahu wa ta'ala: afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. A nuk i shikojnë ata devet se si janë krijuar?
A nuk e shikojnë qiellin se si është lartësuar? A nuk i shikojnë malet se si janë ngulitur në tokë që janë peshë dhe ekuilibër për tokën? A nuk e shikojnë tokën se si është sheshuar në syrin e njerëzve dhe pse e ka një traj tjetër në formën e vet? Këtu Allahu Gjelle Gjelalu për çfarë nafton? Nafton në anatomi, nafton në biologji, nafton në gjeodezi, nafton në gjeologji, nafton në astronomi, nafton në shkenca të ndryshme dhe në fund fare, çfarë thot Allahu Gjelle Gjelalu? Fadhakkir innama anta mudhakkir. Përkujto sepse ti je përkujtues. Përkujtimi në këtë ajet vjen pas 4 ajeteve ku Allahu Gjelle Gjelalu flet për disa shkenca të ndryshme, që do të thot ku jemi ne me shkencat të ndryshme, ku jemi ne me dituritë të ndryshme. Sot ne jemi të fundmit e ymeteve të tjerë, të fundmit e popujve të tjerë, na kanë kaluar që të gjithë, deri dhe kinezët, deri dhe indianët dhe të gjithë popujt e tjerë. Ne jemi të fundit, pse? Sepse e kemi lënë fjalën e Allahut Gjelle Gjelalu vetëm për të dëgjuar zërat e bukur, vetëm për të dëgjuar meloditë e bukura, vetëm për të dëgjuar se kush do ta këndojë më mirë se ky tjetri, kush e ka mekamin egjiptian, edhe kush e ka mekamin saudian, e kush e ka mekamin sirian, e kështu me radhë, dhe nuk jemi duke medituar dhe nuk jemi duke përkujtuar vërtet atë që don Allahu subhanahu wa taala dhe kërkon prej nesh. A është e rastësishme që Allahu Gjelle Gjelalu flet në më shumë se 1000 ajete kuranore në përkujtim të diturive dhe shkencave të ndryshme? Pra 1/6 e Kuranit Allahu Gjelle Gjelalu flet për shkencë. Ku janë shkencëtarët musliman? Ku janë dietarët musliman? Ku janë psikologët musliman? Ku janë këta të cilët duan e pretendojnë me njëri tjetrin se feja më e madhërishme, feja e plot dhe feja e pranuar të Allahu Gjelle Gjelalu është pikërisht Islami, dhe ne nuk dalim dot nga shtëpia tona që t'ja bëjmë të qartë fjalën e Allahut Gjelle Gjelalu njerëzve të tjerë. Çfarë thot Zoti në Kur'an? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne do t'ja bëjmë të mundur argumentet tona, shenjat tona të qarta njerëzve kudo janë ata në botë, derisa ta kuptojnë fare mirë që ai, pra fjala e Zotit Kur'ani është fjalë e vërtetë, është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Do t'ja bëjmë të mundur shenjat tona në horizonte dhe brenda vetvetes së tyre. Pra Allahu Gjelle Gjelalu në horizonte dhe në brenda vetvetes i ka përfshirë të gjitha shkencat. A do t'i lejmë njerëzit të cilët nuk janë musliman të shkojnë në kuptimin e Kur'anit, ndërkohë që ai nuk din ta lexojë Kur'anin, ndërkohë nuk di të meditoj rreth Kuranit, ndërkohë që shumë prej tyre i kanë thënë mos e lexo këtë libër se është i prapambetur, është një libër që e lexojnë disa njerëz po ashtu të prapambetur, i ka ikur koha, i ka ikur domethënë ajo vlefshmëria e saj. Pse? Dhe ne vetë kënaqemi me njëri tjetrin, duke përgojuar njëri tjetrin, duke marrë me thashëtheme me njëri tjetrin, duke treguar se kush është më i dishëm, e kush është më i dobët, e kush është më i fortë, e kush është më i pasur, e kush ka më shumë pushtet e kështu me radhë, edhe pikërisht për këtë i ka marrë lumi sot shumicën e muslimanëve, edhe në fund fare jemi po ne që ankohemi se shikomi jemi të fundmit e njerëzve të tjerë, të popujve të tjerë, të ymeteve të tjerë e kështu me radhë. Pse? Fajnë e kemi vetë o njerëz, sepse nuk e kemi vendosur librin e Allahut Gjelle Gjelalu së pari për ta kënduar, për ta lexuar, medituar, përkujtuar dhe praktikuar, dhe së fundi të marrim dituritë që burojnë nga Kur'ani, nga fjala e Allahut Gjelle Gjelalu, nga fjalët e gjithdijshme dhe të urtit Allahu që është Zoti suprem dhe krijuesi i kësaj gjithësie, dhe t'ja bëjmë të qartë njerëzve të tjerë. Shikoni o njerëz, ky është mesazhi i vetëm që kërkon Allahu nga ju, e do ta gjeni vetëm këtu, qoftë ajo qetësi shpirtërore, qofshin shkenca të ndryshme, kur nuk bjen shkenca në kundërshtim me fen islame dhe as me ajetet kuranore, por jemi ne të dobët për t'ja qasur ashtu siç duhet njerëzve të tjerë dhe për të kuptuar të vërtetën të vërtetë. Sot shkencëtarët, nëse e dini çfarë kanë thënë, thot e kemi zbuluar që hekuri thot nuk është element i tokës, element përbërës i tokës. Është diçka e huaj ardhur në tokë, por ne nuk e dim se si ka ardhur, si është përbër, si është përzier me metalet e tjera kështu me radhë. Allahu Gjelle Gjelalu thot Kur'an: "Wa anzalna al-hadid", ne zbritëm hekurin. Atëherë ke me gojën plot i bindur, me zemër dhe besim të madh. Shko dhe thuj të tjerëve, a nuk i dini se nga zbritur hekuri? Ja ku thot Allahu Gjelle Gjelalu, para 1400 vjetëve ne kemi zbritur hekurin, i cili është
domethënë ka dobi në çështjet e luftës. Me fjalë, gjithë makineria ushtarake sot e gjithë botës pikërisht mbështetet te hekuri, wa manafi'u lin-nasi, po ashtu ka dhe dobi për njerëzit në jetën e tyre të përditshme. Prandaj dhe Allahu xhelle xhelalu e zbriti hekurin. Nuk e dini o njerëz, atëherë dëgjoni se çfarë thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Ky do të jetë mesazhi i muslimanit për njerëzit e tjerë. Marrë kohë apo jo? Unë nuk e di të që i flasë, pak shpejt më boni halal, po ashtë shumë, ashtë pak nuk se mërë më veshat më abet. Tamam, hajak Allah. Atëherë, mesazhi im është, përveç leximit meditojmë, të përkujtohemi, të analizojmë vetën tonë dhe të praktikojmë aq sa kemi mundësi. Dikush mund të pyes, si ka mundësi që përnafton në praktikën e Kur'anit, ndërkohë që neve nuk mundemi do ta zbatojmë Kur'anin 100%. Pra nuk bëhet dot. Dhe ne dim shumë mirë që askush prej nesh nuk bëhet më Abu Bekri. Askush prej nesh nuk bëhet dot si Umeri radhiyallahu anhuma, por çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, istaqimu wa lan tuhsu. Drejtohuni thot, por nuk do të mundeni. Thot drejtohuni urdhër, pastaj thot nuk do të mundeni. Në cilin aspekt, në cilin koncept mundohuni, filloni rrugën. Filloni domethënë jepni ato energji tuaja, mundësi tuaja, forcën tuaj për të shkuar deri aty, edhe pse nuk e plotësoni dot, te Allahu xhelle xhelalu do të shkruani sa ata njerëz të cilët e kanë marrë mundimin, edhe jo thjesht të gëzohemi edhe duke hangër iftare me njëri tjetrin, kush ka gatuar më mirë, kush ka gatuar më keq, vallahi iftari filani nuk pëlqeu, filani më fjalë kishte gatuar akoma më mirë, ky e këndonte më mirë Kur'anin se ky tjetri, vetëm duke bërë korrigjime, ndërkohë nuk kemi korrigjuar vetveten tonë, a jemi të vlefshëm adhurimet tona te Allahu subhanahu wa taala. Mos mendoni se është koha e diturisë, sepse pejgamberi alayhi salatu selam na dëshmoi se kjo dituri do të rrëmbehet avash nga njerëzit. Përkundrazi, unë ju them diçka tjetër, mos e leni fjalën e Zotit, mos e leni Kur'anin në dorë të shejtanëve. Ne e dim shumë mirë që kur këndohet Kur'ani, shejtanët ikin. Apo jo? Mirë, po do të vi koha shejtanit do ta lexojnë vetë Kur'anin. Transmeton Muslimin parathënien e sahihut të tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili thot, është thënë Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili thot, inna fil bahri shayatin masjuna awthaqaha Sulejmanu yushiku an takhruja fataqra'a 'ala an-nasi Qur'ana. Thot në përdetra, thot, ka një shejtan të lidhur, të prangosur që në kohën e Sulejmanit alayhi salam. Së shpejti do të zgjidhen, thot, dhe do të shkojnë në tubimet e njerëzve, në mexhliset e tyre, do të arrijnë deri aty sa t'i lexojnë atyre Kur'anin. Shejtani të vi të mësoj ty se ç'është feja e Zotit. Po Muslimi transmeton në parathënien e sahihut të tij nga Abdullah ibn Mas'udi, kjo thënie e dytë na tregon mënyrën se si vjen shejtani. Inna shaytana la yatamathalu fi surati ar-rajuli fayati al-qawma fayuhaddithuhum bil hadithi min al-kadhib. Vërtet shejtani merr pamjen dhe shëmbëlltyrën e njeriu, vjen në mexhliset e njerëzve, u flet atyre me fjalë të gënjeshtërta, thumma yaqumuna fayatafarraqun. Pastaj ata çohen dhe shkëmbehen dhe ikin, domethënë largohen nga mexhliset. Fejekulu ahaduhum, njëri prej tyre thot, sami'tu al-yawma rajulan a'rifu wajhahu wala a'rifu ismah yuhaddithu bi kadha wa kadha. Thot, unë sot dëgjova një njeri që fliste kështu dhe ashtu, jam mbaj me në pamjen dhe fytyrën, por nuk e di se si e ka emrin, është një njeri i panjohur, a e dini se sa janë shtuar fenomene të tilla në botën islame dhe ne nuk i dim se nga erdhen dhe nga e morën dhe si e përçojnë këtë mesazh. Gjoja se është mesazhi i Allahut tek njerëzit muslimanë dhe besimtarët, është kjo kohë që na ka paralajmëruar Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'udi, të cilët burimi i diturisë së tyre ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, nëse ne nuk punojmë Kur'anin, do të ketë dikush tjetër që do të vi po me fjalën e Zotit dhe t'ja japi si një lule e mirë apo diçka e vlefshme që në pamje të parë të duket e bukur, të duket e mirë, të duket e madhërishme, por është duke mbajtur tjetër kush, është armiku yt i përbetuar deri në ditën e Kiametit, është shejtani i mallkum. Së fundit, të nderuar besimtar, më lejoni t'ju jap një këshill vetvetes time, hafizëve të Kur'anit, hoxhallarëve të nderuar e kështu me radhë, mos e leni Kur'anin mas dore. Transmeton Imam Buhariu nga Uthman ibn Affan, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai i cili e këndon Kur'an, e mëson Kur'anin dhe ua mëson këtë Kur'an njerëzve të tjerë. Cilin Kur'an? Kur'anin me të gjithë dimensionet që ka. Nëse themi që Kur'ani është mrekulli, në cilin aspekt është mrekulli?
nuk do të mundesh dot ti shikosh me vëmendje lartësitë e ajeteve kuranore, në zbulimet dhe vërtetave shkencore, në komentimin që ka dhënë sahabët dhe tabiinët, fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Le ta studiojmë librin e Zotit, le ta këndojmë dhe recitojmë ashtu siç duhet librin e Allahut subhanahu wa taala, dhe së fundi ju bëjmë dije vetveten time po ashtu dhe pas vetvetes time juve gjithashtu, hadithin e Aishës radhiyallahu anha ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, alladhi يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. Ai I cili këndon Kur'anin në formën më të mirë, ai do të jetë në ditën e gjykimit në shoqërinë e melekëve të pastër. Shikoni çfarë shpërblimi ka dhënë Allahu xhelle xhelalu në ditën e gjykimit. I lam kushtet, nëse ti mediton, përkujtohesh, analizon vetveten dhe e çon atë në praktik. Por vijon hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alayhi shaqun falahu ajran. E kush e këndon Kur'anin dhe gjen vështirësi në leximin e Kur'anit dhe shikon se është pak e vështirë dhe ngarkesë për të ky lloj leximi, dini thosë ka dy shpërblime, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mos u dorëzo asnjëherë tek libri I Zotit. Mundohu të lexosh, mundohu të recitosh, mundohu të mësosh, mundohu të studiosh, sepse nga leximi I thjesht do të vijë rrjedhshmëria, nga rrjedhshmëria do të vijë meditimi, nga meditimi do të shkojmë në përkujtim, nga përkujtimi do të këshillojmë njëri tjetrin të shkojmë në praktik, atëherë studimi I vërtet do të vijë pas këtyre etapave. Përndryshe nuk ka rrugë zgjidhje tjetër që ne t'i kthejmë këtij ymeti pikërisht virtytet e larta, lartësinë që ka gëzuar dikur ymeti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, nëpërmjet këtij hadithi, këshilla ishte që qofshin të shtyer në moshë, qofshin të rinj, qofshin të vegjël, le t'ja mësojmë harfet e Kur'anit, ato shkronjat e Kur'anit, le t'ja bëjmë domethënë edhe atyre që janë të shtyr në moshë, një harf në javë e mëson ai, 28 javë e ka mësuar alfabetin, ja dhe 28 javë të tjera derisa ti lidhi domethënë ato gërmat brenda vitit me lejen e Allahut xhelle xhelalu, ai do të lexojë Kur'an, do ta ndihmojmë pastaj të shikojmë dhe kuptimet, do ta ndihmojmë të studiojmë së bashku fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe do të shikoni që vërtet Allahu subhanahu wa taala do ta ndryshojë gjendjen tonë, gjendjen e umetit. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vërtet Allahu xhelle xhelalu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata vetë të ndryshojnë vetveten e tyre. Kur ne të jemi të gatshëm për ndryshimin e vetvetes, atëherë do të na ndryshojë dhe Allahu xhelle xhelalu. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na fal, na mëshiroj me mëshirën e tij të gjerë. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na pranoj adhurimet tona, agjërimin ton, këndimin e Kur'anit me meditime dhe përkujtime, dhe fjala jon e fundit jetë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft. Të nderuar vëllezër dhe motra, krejt në fund të fjalëve dhe të porosive të hoxhës së nderuar Mustafa Efendis, u intrigova dhe më kujtu një çështje që po dëshiroj të ndaj së bashku me ju, e kjo vlen në veçanti për ne trit, se këto e kemi edhe Molla Nexhimedinin, Allahu ruajt. Kjo informat për ta nuk është e re dhe që ka janë disa më të vjetër, po për trit. Po du më ju të regu diçka për qytetin e Pejës që më ka të regu babgjyshi im, Hafiz Sali, Allahu e mëshiroft, edhe hoxha im Haxhi Muhamet Gashi, në raport me Kur'anin dhe traditën që ka qenë në qytetin e Pejës në Ramazan. Të gjitha xhamit e qytetit të Pejës, pa përjashtim, kanë lexu mukabele. Të gjitha xhamit pa përjashtim kanë lexuar mukabele në 2 vakte, para namazit drekës edhe para namazit të ikindis. Ka pas xhamia, sikur është Hamam xhamia, aty ka qenë në kohën kur ka shërby babgjyshim Imam Hafiz Zeqa, Hafiz Zekria Radonici, daji joni, I cili është lexuar mukabelja edhe para namazit taravis. Hafiz Ramen e njihni, Allahu e mëshiroft, I cili ka qenë akteri këtyre ngjarjeve. Ka pas xhami që kanë lexuar mukabelen një gjuz të Kuranit edhe para namazit të sabahut, edhe para iftarit. Mirë po gjitha xhamit pa përjashtim. Haxhi Muhamet Islami, Haxhi Muhamet Gashi, Hafiz Sali dhe të gjithë të tjerë kanë lexuar para namazit të drekës dhe të ikindis. Unë them me krenari që Molla Nexhimedini si më I pari prej neve
nuk po du me thonë më i vjetri, për dallim prej asaj gjeneratës të vjetër, që tash ata gjithë kanë shku në ahiret, inshallah Allahu i shpërblen, se din ndonjë që është gjallë. Dhe gjithë tjerë që kanë ardhur, ne me xhelozi e ruajmë këtë traditë, edhe në gjitha xhamitë e qytetit, pothuajse i kemi një 2-3 xhamia që për fat keq këto 2-3 vitet e fundit e kanë shkel këtë traditë. Në xhamitë tona lexohet mukabelja para namazit drekës, në disa xhami edhe para namazit të sabahut. Më lejoni t'ju them edhe një informat që është më rëndësi. Haxhi Muhamet Gashi, Allahu më shëroft, kam qenë nxënës e tina, më ka thonë se në mesgjidin e madh, atë në xhamin ku kam qenë unë një bot imam, e kanë falë namazin e teravive me hatme. Thej ke Haxhi Muhamet Gashi, unë jam konë muezin në xhamit Kuqe. Hafiz Sali i babgjyshi jem muezin në Hamam xhami. I kemi falë teravijat, jam konë 3, diko moshën 16-17 vjeçare. I kemi falë teravijat, e ungutëshim shpejt me shkun me zgjit madh, se imami u falke me hatme, e ne ishim duke mësu Kur'anin përmendsh, e shfrytëzojshim rastin me përsërit Kur'anin me imamin i cili falej me hatmen me zgjit. Po flasim për një histori para 50-60 viteve. Dhe jemi në rrugë të mirë dhe rrugë të mbar me rikthy atë histori inshallah taala në qytetin ton, po pse jo edhe në këtë vendin ton. Kemi marrë këtë në fund të këtij programi. Më lejoni ta thras kryetarin e Bashkisë Islame, Musli Efendi Arifin, që t'ju përshëndet edhe juve dhe ta përmbyllim këtë takim, duke lutur Allahun dhul xhelal që ta pranoj agjërimin ton dhe ibadetet tona në përgjithësi. Urdhna hoxhin nderuar. Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Po shfrytëzoj rastin mas fajmin përshëndet hoxhallar të nderuar, cilët kanë gjetë kohë në Ramazan me gjithë obligimet që kanë ardhë edhe na kanë nderuar me këto ligjërata të jashtëzakonshme. Mos thoni se i ki shok po i lëvdon, po me të vërtet edhe na hoxhallar po kemi nevojë me ndëgju ligjërata, sepse vazhdimisht po mbajmë ligjërata dhe në një farë mënyrë po mendojmë se është në rregull gjithçka që po thonë. E falenderoj nga zemra për këto ligjërata, natyrisht edhe juve, gjithëve cilët jeni ardhur dhe keni zbukuruar këtë takim, këtë tribun, thirrën se doni. E lusim Allahun e madhreshëm xhallashanu që këta ti ketë shpërbly hoxhallar për mundin e tyne, juve për kohën që e keni dalë me ugjin këtu. Gjithashtu, azgjerim të lehtë, veprat pranuara, Allah në dhasht forcë, që edhe këto ditë që kanë mbet, me të vërtet t'i qojmë ashtu si dëshiron prej nesh Allahu edhe na ka mësuar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti ju shpërbleft gjithëve, inshallah takohemi në takimet e radhës. Allahu na pranoft inshallah. Selamun alaikum.